Gruaja shqiptare me 2 fëmijë që përfundoi të jetonte në rrugë. Një histori e trisht për ta treguar, por është një nga historitë tuaja dhe janë histori shqiptare dhe duhen treguar. Kush është rastisht e t'i bëj lajfaqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Një vajzë shqiptare u martua në vitin 2002. Ishte një vajzë e re dhe martuan le temi me forcë. Ajo nuk donte të martoj sepse ishte ende e re, megjithatë u martua. U martua dhe lindën një fëmijë së bashku me këtë djalë që u martua. Ky filloi që ta trajtonte keq. Bile filloi që në fillim sa u martuan filloi që ta trajtonte keq, megjithatë ajo e suportoi. Kaloi kohë dhe pas 2 vjetësh zotëria që e martoi iku të jetonte në Angli. Iku në emigrim sepse nuk u dilte. Dhe ishte pa dokumenta. Normal që pa dokumenta është vështirë që të jetosh në Angli, jo vetëm në Angli, por gjithandej. Dhe ai jetonte së bashku me disa shokë të tjerë. Për të ndarë shpenzimet, por njëkohësisht edhe siç disa shqiptar bëjnë, përfundoi që të bënte nga ato punët që bëjnë shqiptarët, ndonjë shqiptar, kur është në emigrim, dhe zakonisht ata në Angli. Dhe herë dërgonte ca para në shtëpi. Mirë po, nuk jetonte dot kështu i ndarë, sepse ai mendonte që të merrte dhe familjen dhe të krijonte një familje ashtu siç duhej, pra të rinin të gjithë bashkë, sepse s'kishte sens, të paktën kështu mendonte. Dhe ajo u gëzua shumë, gruaja. Shkoj në Angli, por kur shkoj në Angli, shkoj me dokumenta falso dhe në një formë tjetër dhe kjo nuk kishte dokumenta. Dhe kështu që shkoj, por filluan problemet, sepse pa dokumenta, qoftë ai dhe qoftë kjo, nuk merrin dot shtëpi, nuk kishin se si të mundeshin. Dhe shtëpinë ja u mori me qira një shoku i tij, pra një shok që bënte ato punë. Si përfundim, arritën që të bënin dokumentat dhe lindën edhe një fëmijë tjetër aty gjatë asaj kohe. Dhe kur dukej çdo gjë normale, çdo gjë mirë, sepse tashmë ishte krijuar familja, kishin një shtëpi të vetën dhe dukej çdo gjë shumë bukur, sepse ajo filloi që të punonte, pastronte shtëpi, kurse ai vazhdonte të punonte punën e tij, një pjesë të asaj pune, dhe edhe pse ajo i thoshte mos me këtë punë. Si përfundim, një ditë teksa shkonin në periferi të një qyteze, nuk po e them, shkonin për pasdite për të qetësuar. Psuan një aksident, ai ishte përpara, ai që ngiste makinën i shoqi, por kjo ishte pas me të 2 fëmijët. Dhe nuk dihet se si ai vdiq, këta mbijetuan. Pra mbijetuan fëmijët dhe gruaja. Dhe meqense u shkaktua një dëm kaq i madh dhe meqense këta ziheshin gjatë gjithë kohës që kur ishin në Shqipëri dhe gjatë momenteve që ishin në Angli, ajo kishte frikë. Kishte frikë që të kthehej në Shqipëri, sepse thoshte mos këta mendojnë që e kam vrarë unë. Në fakt, ashtu më kishin menduar. Menduan kështu edhe pse nuk kishin para, investuan për djalin e tyre, djalin tjetër, pra vllajën e vogël të atij që vdiq, dhe ai shkoi në Angli, shkoi që të përgjonte këtë, se çfarë bënte, në vend që të punonte apo ku ta di unë. Sepse kujtonte se i vrau vllajën. E shkreta punonte dhe bënte 2 punë. Bënte pastrime çdo ditën dhe në darkë shkonte në një restorant. Dhe me vrap kthej që të mbante fëmijët. Fëmijët e saj i mbante një shoqe e saj, sepse kjo kishte marrë një shtëpi së bashku me shoqen. Mirë po, e shoqja bënte nga ato punët. Ishte e tillë, bënte punë, edhe kur e menin klientët në telefon, ajo shkonte, bënte çfarë duhet bënte, ose i sillte aty në dhomën e saj, klientët. Dhe të paktën mbante fëmijët e shoqes.
Dhe herë i thoshte shoqes, pse roptohesh lart e poshtë, bëj këtë punë që bëj unë. Dhe insistonte, sa vinte dhe insistonte, derisa erdhi një ditë sepse ajo pagonte diçka, jo shumë, por pjesën tjetër e pagonte shoqja e saj, ajo që bënte punë të mira. Dhe erdhi një ditë i tha, shiko, unë tha nuk po të kërkoj tha për fëmijët, por edhe ti tha, të paktën tha duhet të pagosh aq sa pagoj unë. Dhe me një fjalë donte që ta detyronte që të punonte punën që bënte ajo. Dhe t'i jepte nga klientët e saj, që me ato para t'i jepte edhe diçka më tepër për shtëpinë. Çfarë bëri gruaja shqiptare? Mori 2 fëmijët në mesin e natës dhe iku. E braktisja të shtëpi, kishte vetëm 2-3 valixhe dhe iku. Ajo gjatë ditëve kishte vënë re një shtëpi të braktisur. Ishte në periferi, ishte rreth 4-5 kilometra larg, siç e tregon. Dhe ashtu me fëmijët, njërin në krah dhe tjetrin sipër këtu dhe tjetrin për dore, shkoi dhe fjeti tek ajo atë natë, fjeti aty tek ajo shtëpia e braktisur. Pa dritare, pa dyer, mund të vinin kushdo që të futej brenda, mund ta vrisnin, mund ta përduronin. Megjithatë, ajo ndejti aty së bashku me fëmijët. Ishte kohë e ngrohtë dhe nuk ishte shumë ftohtë, por gjatë mbrëmjeve zakonisht bënte ftohtë. Dhe ai vend u dha sidoqoftë një streh ku të flinin. Gruaja jetoi aty për 1 javë. Dhe përbri tyre, jo përbri, po ishte pak larg, rreth 800 metra, siç e tregon, ishte një shtëpi. Një shtëpi ku jetonte një zonjë dhe si në Angli për shembull që nuk jetojnë me fëmijët e tyre, dhe kishte fëmijët e saj, por nuk jetonin aty. Zonja jetonte vetëm. Herëherë, çdo ditë vinin fëmijët që e takonin. Një ditë shkoi kjo, sepse nuk mundej që të rinte aty, e kishte vetëm për fëmijët. Merreni me mend, një grua me fëmijë të jetoj në një shtëpi pa të braktisur, pa dritare, pa dyer, pa asgjë. Dhe ato çka kishte marrë nga ku jetonte më përpara me shoqen e saj, për të ngrënë, për të pirë, gjëra të tilla, mundi që t'i ndante pjesë, dal nga dal, që t'ju ajujte fëmijëve, dhe për vete pothuajse nuk kante. Dhe çfarë bënte? Shkonte dhe trokiste në përdyer që ishte tek ajo zonë ku ishte, që t'jepnin një punë. Por kur u vuri re që s'kishte më për të ngrënë, shkoi tek shtëpia e kësaj zonje dhe i kërkoi vetëm një gjë. I tha, të lutem, i tha, mund të bëj çfarë do lloj pune të duash ti. Të lutemi. Çfarë do lloj pune të duash ti, vetëm tha më jep atë që mendon ti. Po unë nuk kam nevojë, tha, se unë kam një, tha, që më punon. Vjen këtu, tha ajo, dhe nuk mundem. Të lutem, atëherë tha, më thuaj çfarë mund të bëj sot, ta që të më japësh diçka, tha. Për fëmijët. Atë ditë kishte fëmijët që rrinin për jashta, e prisnin. Nuk donte që t'i linte atij tek ajo shtëpi e braktisur sepse kishte frikë. Thash që është e trishtë kjo histori. Dhe si përfundim, kur pa zonja fëmijët të pist, pa ngrënë, që kishin uri, futi brenda, tha. U futën brenda dhe i tha, më tregoj, tha, çfarë ka ndodhur, se diçka ka. I tregoj dhe i tregoj të vërtetën. Mirë po, zonja fillimisht nuk e besoi, fillimisht, pastaj e besoi sepse kishte pa fëmijët. Filloi, u dha për të ngrënë, i lau, i rregulloi, u dha për të ngrënë dhe i tha, prisni këtu, i tha. Pas dite, si gjithmonë, erdhën fëmijët, erdhi një nga fëmijët. Kur i pa aty brenda, çfarë janë, ta e mori nënën veç dhe i tha, çfarë janë këta, tha. Kush janë? Dhe i tregoj gruaja. Ai mendoi që të telefononte policinë. Dhe ajo ju përgjirua, ju ul një gjunjë, gruaja shqiptare, dhe
I tha të lutem, tha, sepse do më marrin fëmijët, do më marrin asistent social. Të lutem, tha, mos thuaj asgjë, po iki, tha, nuk dua të ri këtu. Unë erdha vetëm të kërkoja punë dhe me shpresë tha që të më jepni diçka. Në qoftë se ju nuk mundeni, unë po iki. Zonjës së shtëpisë i erdhi keq. Dhe i tha të birit, fike telefonin, tha, unë do t'i mbaj këtu. Responsabiliteti i shtyti, tha ai. Unë do t'i mbaj, tha. Dhe kështu ndodhi. Ajo i mbajti, bile i futi në shkollë fëmijët. Ajo i thoshte, nëna shqiptare i thoshte, unë mjaftë që ti të mjapësh për të ngrënë mua dhe fëmijëve. Asgjë tjetër, nuk dua asgjë. Do bëj të gjitha punët që do ti. Dhe bënte çdo lloj pune. Por ajo zonjë, pra zonja angleze, i jepte rrogën. I kishte bërë një llogari në emrin e të vetën, jo të gruas shqiptare, dhe i kishte vënë dal nga dal ato para për të. I bëri dokumentat, sepse i bëri dokumentat saj, pastaj i bëri dokumentat fëmijëve që i çoi në shkollë fëmijët, dhe i shkolloi fëmijët. Ata shkonin në shkollë. Me një fjalë, ishin të vegjël. I madhi ishte pak me fjalë kishte kaluar moshën, por sidoqoftë e futën në shkollë. Kaloi kohë. Dhe një ditë zonja u sëmur. Fëmijët e saj shkonin dhe vinin shpeshherë, nuk flisnin shumë me këtë grua, sepse kishin frikë se mos ajo i merrte pasurinë. Dhe ajo thoshte gjithmonë, unë nuk dua asgjë. U thoshte edhe atyre, unë nuk dua asgjë. Nuk dua as para, nuk dua asgjë, vetëm që fëmijët e mi të jenë mirë, asgjë tjetër. Nuk dua as të më jepni as një lek. Ajo nuk e mendonte që kishte disa lek që ja kishin hequr minjat. Dhe u sëmur zonja, i tha gruaja shqiptare, ti, tha, nuk do vdesësh. Unë do përgjirohem për ty, do lutem natë dhe ditë, dhe do të kuroj, me aq sa kam, me aq sa mundem, do të kuroj sepse ti më ke dhënë jetën, dhe unë do ta rikthej. Dhe ashtu ndodhi. Lutej çdo ditë për atë nënën, që nuk e njihte, që ju bën nën. Dhe nuk dihet se si zonja pas 6-7 muajsh bëri dhe një operacion, çdo gjë okej, dhe jetoi, vazhdoi të jetonte. Kur i bëri dokumentat, që kishte bërë dokumentat gruas shqiptare, i bëri dhe një llogari më vete, në emrin e saj, i kaloi të gjitha lekët asaj. Dhe kur erdhi momenti që pa se sa para ishin 20 e ca mi lira angleze, dhe kur pa që kishte 20.000, qau, dhe i puthe duart, i puthe këmbët zonjës. Dhe zonja i tha, ti nga këtu, tha, nuk do ikësh. I kishte dhënë një dhomë ku të rinte me fëmijët u rritën, dhe sot ajo nën shqiptare tregon historinë e saj që nëna angleze, pra ajo nën angleze, ju bë nën e saj. I ka humbur kontaktet me familjarët e burrit, i ka humbur kontaktet edhe me familjarët e saj, sepse i qortonin çdo kohë, duke i thënë se çfarë duhet të bënte, kur ajo me shumë vështirësi mbi jetonte, dhe sot jeton ende tek zonja që sot është 89 vjeçe. Pra këtë vit bën 90 vjet. Dhe ajo zonjë që ju bë nën, në fakt, fëmijët e saj e quajnë gjyshe. Dhe ajo vazhdon që t'i mbaj aty. Dhe i ka thënë gruaja shqiptare, jo vetëm asaj, por u ka thënë fëmijëve, në qoftë se do t'i prishet mendja që pam lejen time të më kaloj pasurin, unë do t'ja u lë juve me njerë. Nuk dua asgjë, sepse mua, ajo nëna juaj, nëna juaj më dha jetën. Unë jam e lumtur me atë që ajo më dha. Kështu që ende sot vazhdon të jetoj në atë shtëpi,
vazhdon situata që fëmijët kanë frikë se mos i vjet pasurinë, megjithatë ajo nën shqiptare që jetonte në rrugë është e lumtur me fëmijët e saj. Një histori që të lë pa fjalë. Megjithatë, unë do të dëshiroja gjithmonë që gjithë shqiptarët kudo që t'jenë jo vetëm të lumtur, por të mund të kenë një jetë të qetë dhe pa probleme. Pres gjithmonë historitë tuaja. Ju përshëndes.